ti je një mason i gradës më të lartë që është numri 33. Grada 33. Si arrihet kjo gradë? Lidhet ngushtë me shumë element në rast të parë, duke filluar që, siç thuhet, 33-shin e hasim kudo, e hasim si numër biblik, e hasim tek mosha e Krishtit, do me thënë kur u kryqëzua që është 33-shi. Që ishte fundi i Krishtit? Sigurisht. Por do me thënë, Krishti aty njihet. Edi Rama është përfolur që mund t'jetë mason, sepse ai mban një unaz, që është shumë simbolike, si pas atyre që komentojnë. Është Edi Rama mason përveç Ismail Qemalit? Në rast të parë, realisht nuk e di. Këtë nuk e di. Në rast të vërtet nuk e di. Në rast të dytë, dhe ta dija, përsëri nuk do e thoja, sepse është ndaluar që ti të thuash për dikë që është, pra ti mund të thuash, është e drejta të thuash që unë jam mason, por e ketë ndaluar të thuash ai tjetri është mason për arsye, jo se ka ndonjë gjë kush e di se çfarë, por për arsye sepse thash, i vjen me kosto në këtë shoqëri. Nuk flasëm shoqërinë shqiptare, në çdo shoqëri do shikohet, sepse tash duhet të shpjegosh gjithë botës se çfarë është masoneria. Më kupton drejt? Por ndërkohë kur ti di që ke mbi 15 presidentë të Shtetet Bashkuara të Amerikës mason, kur ti di që vet babai i pavarësisë së Shqipërisë, Ismail Qemali ka qenë mason, ku ti di që gjithë rilindasit kanë qenë mason, ku ti di që figurat më të shquara të botës, do me thënë, kanë qenë masone, kjo tregon që këtu nuk ka asgjë për të pasur frikë, po përkundrazi është një siguri më e madhe dhe është një zhvillim më i madh shoqëror. Në ditët e sotme, masoneria funksionon si një akademi, që përgatit... Akademi morali? Akademi morali padyshim, akademi shkence, akademi filozofike, akademi ezoterike, dhe një vend ku vëllezër bashkohen, ndajnë mendime për progresim të individit të qenit, pra është një ideologji e tërë, dhe për më tepër, duke bërë bamirësi, duke u gjendur aty ku ka nevojë shoqëria civile me aq mundësi sa ka dhe sa janë.